po të flasësh në fund, gjërat kanë dalë. Por, diçka do ta them. Jam djalli i trevave të Përzeshtës, nipi i trevave të Qemenikës, i rritur arsimuar në qytetin e bukur të Librashtit. Vi nga dy familje fisnikësh, Vreto dhe Tusku. Vi nga vendi i Halil Vreto Përzeshtës, i Jani Vretos, i Mustafa Ballxhinit, i Nezem Uzhaqit, jam në vendin e Normales Elbasanit, i Hajdar Ploshmit. Prandaj të dashur Elbasana, Librashtas, Prejsak, të Gramshit, Cërrikut, Belqit dhe Beqinit, ju urojmë bashkësi dhe fat, sepse ne sot jemi njerëzit më dinjitoz që kemi marrë këtë barë të rëndë për sipër. Nuk është fush me lule. Unë i gjova zonja dhe zotëri kandidat për deputet, që kanë marrë të nisëm për të përfaqësuar jo vetëm veten e tyre, po për të përfaqësuar ata njerëz që ndjekin një kauzë. Shiko, ne kemi pas mundësi të mëdha të ikim në Tiranë, të qëndrojmë atje, të qëndrojmë dhe në labirinthat e bodrumeve. Por unë kam qëndruar me zotin Basha mas datës 9 shtator. Ne atë duhet ta kujtojmë, sepse ajo është një pikë kthese, jo vetëm për Partinë Demokratike, jo vetëm për të djathtët, por është për Shqipërinë. Sepse unë ndjej peshën e autoritarizmit, sepse kemi dhënë gjak familje ime për vendin. Ka dhënë gjak për të çliruar vendin, ka dhënë gjak nga persekutorët komunistë. Do isha në krahun e zotit Basha atje, sepse në 2021 do përfaqësoja me dignitet Presin dhe Librashtin. Por labirinthat e Tiranës përcaktuan fatin e shumë personave, që sot asnjëri prej tyre nuk janë në këtë sallë. Kjo është në turpin e tyre, jo në turpin ton, që i kemi mbështetur me shpirt dhe zemër. Por mjeshtri i politikës sajoi një farë primaresh dhe i qiti atje ku e meritonin fakt, sepse ai tonte pesnikët e vet. Ne sot kemi vënë faqen tonë këtu, por kemi vënë faqen e gjithë secilit prej atyre që na mbështesin. Prandaj ne njëri tjetrit, lista jonë është një listë me intelektual të shkëlqyer, dhe ne të gjithë bashkë do të ecim der më der, shtëpi më shtëpi, fytyrë më fytyrë, sy më sy, se kemi çfarë u themi. Nuk jemi përzierë në malin e korrupsionit në Tiranë apo në malet e korrupsioneve në zonat tona rajonale. Por kemi punuar me djers, me dinjitet dhe me besim dhe forcë, se gjithçka arrihet atëherë kur ne nuk përpuzim njëri tjetrin, duam njëri tjetrin, por ju themi atyre që se keni nga viti 1944 dhe sot në vitin 2025 që sorollasni këtë popull, e trilloni këtë popull, e mashtroni këtë popull, dhe në fund çfarë bëni? Vetëm shtoni kontot bankare, shtoni pallatet, shtoni investimet të jashtëzakonshme nga korrupsioni, e ne çfarë bëjmë? Marrim çantat si në kohën e Marxhellikut dhe ikim. Kemi zaptuar vendet e botës. Vërtet shqiptarët kanë punuar, po punojnë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Amerikë, Kanada, në Angli, e kudo, dhe po shkëlqejnë, po pse jo, mos shkëlqejnë të rrezatojnë vendin e tyre. Prandaj ne, të dashur miq, të bëhemi pjesë e kësaj sfide. Jo vetëm ne që jemi këtu, që ju falenderoj që e keni mbushur plot, por në çdo cep t'ju themi të votojnë koalicionin Euroatlantik, të votojnë kandidatët tanë, sepse do t'jemi zëri më përfaqësues dhe më i ndershëm i tyre në Parlamentin e Bashkimit.
Ju uroj fat dhe mbarësi dhe data 11 të prodhoj sa më shumë deputet nga qarku jonë. Zoti ju bekoftë.